Astiri, kampi i pallateve pa shpresë dhe pa jetë. Astiri, një pjesë e Tiranës që për shumë të jashtëm mund të duket si një lagje normale, është në fakt një labirint i pafund sfidash dhe mungesash të thella. Në një vit që jetuam aty, pam jo vetëm pamjen fizike të një lagjeje të harruar, por edhe realitetin e hidhur të njerëzve që jetojnë në kushte që nuk mund të quhen jetesë normale. Nga hyrja e Astirit, afër Sparit, fillon një rrugë që duket e zakonshme, por pas kësaj fasade fshihet një realitet i rrezikshëm për banorët. Poshtë pallatit ku qëndronim, kishte një bar ku mblidheshin njerëzit e lagjes çdo natë, ndërsa përballë ishte një market i vogël dhe disa dyqane për veshje dhe një sallon bukurie. Një komshi i veçantë, një djalë me autizëm, përballë nesh gërthiste gjatë gjithë ditës dhe vazhdonte me programin e tij natën, duke ilustruar mungesën e mbështetjes për njerëzit me nevoja të veçanta. Një nga problemet më të mëdha të Astirit është mungesa totale e infrastrukturës publike të nevojshme për jetën e përditshme. Nuk ka shkolla, nuk ka kopshte dhe qerdhe shtetërore, dhe ato që ekzistojnë nuk përmbushin standardet minimale edhe pse janë private. Hapësirat për parkim janë të pakta dhe pallatet janë të ndërtuara pa asnjë plan urbanistik. Uji i pishëm mungon në disa pallate dhe banorët detyrohen të përdorin ujë pusi. Qendrat mjekësore dhe ambulancat shtetërore nuk ekzistojnë, janë disa laboratore privat të paktë në numër por pa mjek, thjesht për analiza. Transporti publik është pothuajse i pamundur. Autobusi kalon një herë në 35-45 minuta, duke e bërë çdo lëvizje të përditshme një sfidë të vërtetë. Për çdo prind në Astir, çdo ditë është një luftë. Në mëngjes duhet të dalësh jashtë për të pritur fugonët privat që marrin fëmijët për në shkollë, dhe në drekë dikush duhet të dalë përsëri për t'i pritur dhe shoqëruar në shtëpi fëmijët. Jetesa këtu është një test i vazhdueshëm durimi dhe guximin. Astiri nuk është vetëm një pjesë e Tiranës, është një kamp për qëndrimi i pallateve pa asnjë logjik urbane, ku jetesa normale është e pamundur. Banorët e tij, me durimin dhe qëndrueshmërinë e tyre, mund të konsiderohen të merituar për një çmim Nobel për paqen, por realiteti është se jeta në Astir është një luftë e përditshme, e cila kërkon sakrificë, forcë dhe një rezistencë të jashtëzakonshme. Astiri ka nevojë për ndërhyrje urgjente nga bashkia dhe qeveria, qerdhe, kopshte, shkolla, klinika mjekësore, ambulanca dhe infrastrukturë të bazuar në nevojat reale të banorëve. Nuk është vetëm një çështje urbanistike, është një çështje e drejtësisë sociale. Banorët e Astirit nuk duhet të jetojnë në një zonë ku çdo ditë është një sfidë për jetën e përditshme. Ata meritojnë të jetojnë në një qytet që kujdeset për ta, jo një kamp pallatesh ku mbijetesa është betejë e përditshme. Astiri është pjesë e Tiranës, por nuk është Tirana. Dhe derisa gjendja të ndryshojë, çdo ditë në Astiri është pjesë e Tiranës, por nuk është Tirana. Dhe derisa gjendja të ndryshojë, çdo ditë në Astir është një përballje me absurditetin dhe mungesën e kujdesit institucional.